Pas dështimit të ratës për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit të Kosovës, kryeministri social-demokrate Fatmir Limaj shpreson që në ditët në vijim do të ndryshojnë gjërat. Limaj besoi që të gjithë duhet të kontribuojnë për të dalë nga kjo situatë. Shpresoi që gjërat do të ndryshojnë në ditët në vijim. Vërtet është pak në lojën nervash, ka rrugën dhe vështirësitë e veta. Unë besoj që në ditët në vijim të gjithë do të angazhohemi të kontribuojmë për të dalë nga kjo situatë dhe Kosova të fitojë organet e veta. Një gjë duhet ta kemi të qartë dhe të rëndësishme se çdo gjë tjetër me mbetur pa institucione, por institucionet bëhen përmes rrugëve të njohura, ashtu siç bën bota e shtetoruar, theksoi ai. I pyetur nëse është takuar me kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryetari i nismës tha se nuk është takuar, por shtoi se për tema nacionale gjithmonë janë për diskutim. Jemi takuar, por tema nacionale gjithmonë këtu jemi, thot ai. Jo bre jo, se marrova duke ju thënë. Kush të më thirr kam thënë që do të takohemi për tema nacionale gjithmonë këtu jemi, tha ai. E propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetarit të Kuvendit Albulen Axhiu nuk ka marrë sërish votat për kryetarit të Kuvendit, raporton Kosova Press. Në tentimin e pestë për të zgjedhur krye parlamentare, Axhiu mori vetëm 57 vota, për nga lëvizja vetëvendosje dhe komunitetet 46 kundër nga PDK, LDK dhe AK, të ndërkaq 3 deputetët e nismës abstenuan. Vazhdimi i seancës konstitutive pritet të mbajë të premten, duke nisur nga ora 10.